25 të vërteta që askush nuk i pranon. Një udhëzues për vetdijen dhe zhvillimin personal. Në jetën e përditshme, ne shpesh përballemi me realitete të vështira që nuk dëshirojmë t'i pranojmë. Këto të vërteta janë shpesh burimi i stresit, ankthit dhe pakënaqësisë, sepse i shmangim ose i mohojmë. Por, pranimi i tyre është hapi i parë drejt një jete më të qetë, më të sinqertë dhe më të lumtur. Në këtë tekst do të eksplorojmë 25 të vërteta që shumica e njerëzve nuk i pranojnë, duke shpjeguar pse janë të rëndësishme dhe si mund t'i përdorni për të përmirësuar jetën tuaj. 1. Nuk mund të pëlqesh të gjithëve. Shpjegim: është e pamundur të jesh i pëlqyer nga të gjithë njerëzit që takon. Çdo person ka pritshmëri, vlera dhe preferenca të ndryshme. Shembull, mund të jesh shumë i përkushtuar në punë, por disa kolegë mund të mos e vlerësojnë këtë. Nuk mund të kënaqësh të gjithë. Këshill: fokusohu te njerëzit që të respektojnë dhe vlerësojnë për atë që je. Mos u lodh duke u përpjekur të pëlqesh të gjithë. 2. Dështimi është pjesë e suksesit. Shpjegim: dështimi nuk është fundi, por një hap i rëndësishëm në rrugën drejt suksesit. Ai na mëson çfarë nuk funksionon dhe na forcon. Shembull, Thomas Edison dështoi mijëra herë para se të shpikte llambën elektrike. Këshill: mos u frikëso nga dështimi. Përqafo gabimet si mundësi për të mësuar dhe për t'u përmirësuar. 3. Nuk ke kontroll mbi gjithçka. Shpjegim: në jetë, shumë gjëra ndodhin jashtë kontrollit ton, nga motit e veprimet e të tjerëve. Shembull, mund të planifikosh një udhëtim, por nëse bie shi apo ndodh diçka e papritur, nuk mund ta ndryshosh. Këshill: fokusohu tek ajo që mund të kontrollosh, reagimet dhe veprimet e tua. 4. Nuk je i detyruar të jesh perfekt. Shpjegim: përpjekja për perfekcion shpesh krijon stres dhe zhgënjim. Shembull, një student që kërkon notë perfekte në çdo provim mund të ndjehet i mbingarkuar dhe i pakënaqur. Këshill: prano se gabimet janë pjesë e procesit dhe përqendrohu te përparimi, jo te perfeksioni. 5. Nuk mund të ndryshosh të tjerët, vetëm veten. Shpjegim: ndryshimi i njerëzve të tjerë është jashtë kontrollit ton. Vetëm ne mund të ndryshojmë sjelljet dhe qëndrimet tona. Shembull, mund të përpiqesh të ndryshosh një mik që ka zakone të këqija, por në fund ai vendos vetë. Këshill: përqendrohu tek vetja dhe jep shembull pozitiv. 6. Shpesh frika të ndalon të provosh gjëra të reja. Shpjegim: frika nga dështimi apo refuzimi është normale, por nuk duhet të na pengojë të rritemi. Shembull, një person që dëshiron të fillojë biznes, por frikësohet nga dështimi, mund të humbas mundësi të mëdha. Këshill: filloni me hapa të vegjël dhe përballu me frikën një herësh. 7. Nuk je përgjegjës për lumturinë e të tjerëve. Shpjegim: çdo njeri është përgjegjës për lumturinë e vet, nuk mund të mbash barrën e lumturisë së të tjerëve. Shembull, një prind nuk mund të jetë përgjegjës për çdo ndjenjë të fëmijës së tij. Këshill: mbështet, por mos harro të kujdesesh për lumturinë tënde. 8. Nuk mund të kesh gjithçka menjëherë. Shpjegim: suksesi dhe lumturia kërkojnë kohë, durim dhe përpjekje të vazhdueshme. Shembull, një artist nuk bëhet i famshëm brenda natës, por pas viteve punë dhe përkushtimi. Këshill: vendos objektiva afatgjata dhe kënaqohu me progresin e përditshëm. 9. Nuk je i vetmi ai që kalon vështirësi. Shpjegim: të gjithë përballen me sfida, edhe nëse nuk i tregojnë hapur. Shembull, një mik që duket i lumtur mund të ketë probleme personale. Këshill: mos ndjehesh i vetëm dhe kërko mbështetje kur ke nevojë. 10. Nuk mund të ndryshosh të kaluarën. Shpjegim: e kaluara është e pandryshueshme, por mund të mësoni prej saj për të ndërtuar të ardhmen. Shembull, një gabim i bërë në të kaluarën nuk duhet të përcaktojë të ardhmen tënde. Këshill: prano të kaluarën, fal dhe përqendrohu te e tashmja. Përfundim: pranimi i këtyre të vërtetave është një proces i vazhdueshëm dhe i domosdoshëm për zhvillimin personal. Ato na ndihmojnë të heqim barrën e pritshmërive të kota, të përballojmë realitetin me guxim dhe të ndërtojmë një jetë më të qetë dhe të lumtur.